Opozitarja LSDM akuzon qeverinë se po I mban peng qytetarët me politika kundër integrimit evropian me pretekstin se Europa po cënon identitetin Maqedonas. Pushteti thotë se nuk ka para për referendum, por ka vetëm për tender kriminal, tha zëdhënësja socialdemokrate, duke e përsëritur kërkesën për referendum ku qytetarët vetë do të vendosin për të ardhmen европиане të vendit. Граѓаните сами треба да одлучат дали се подготвени тие, нивните семејства и нивните деца да ја плаќаат цената на погрешните политики на Мицкоски. Ние не сакаме да ја плаќаме цената. Ние сакаме иднина европска. Распишете референдум. Граѓаните да одлучат. Kjo kërkesë e LSDM-s vjen pasi ditë më parë kryeministri Mickoski tha se nuk ka hapësirë për lëshime identitare pavarësisht kostos në rrugën eurointegruese. Nga VMRO-DPM vazhdojnë të akuzojnë Filipçen se është I gatshëm të bëjë ndryshime kushtetuese e më pas redefinim të historisë dhe identitetit, krejt kjo në interes të Bullgarisë. ВМРО-ДПМН нема да дозволи бугаризација на историските ликови кои твореле, кои го описмениле регионот и кои се бореле за да создадат македонска држава. Македонија има своја историја, свој идентитет и свој македонски јазик. Се додека ВМРО-ДПМН е на власт, нема да дозволиме погазување на нашето достоинство. Për ndryshe, duke u përgjigjur për kërkesën e opozitës për referendum, nga qeveria thanë se nuk duhet harxhuar kohë dhe para të qytetarëve dhe se hapja e fondeve nga agjenda reformuese dhe orientimi drejt BE-s tregojnë qartë rrugën evropiane të vendit.